Visa në rastet kur, sepse është shqetësuese dhe kushdo që shikon televizor mbrëmje dhe shen një lajm kur një fëmijë është përjashtuar prej shkollës ose një fëmijë është largu prej rrjetit shoqërisë, është shumë e dhimbshme. Që ta sqarojmë edhe për prindrit që ata që njihen faj. Një fëmijë i cili ka një spektër të autizmit më të zhvilluar dhe në moshën e pubertetit kur fillon edhe ndryshimet e tij, fillojnë edhe sjellja e tij të jetë ndoshta pak më agresive se sa që ka qenë. Në rastet e tilla si duhet të vendoset për të mirën e fëmijës me nevoja të veçanta dhe po ashtu për të mirën e klasës në përgjithësi. Tashi, nëse do të flisim ashtu siç do të duhej, ne do të duhet të kishim qëndrim editor ENKAS për fëmijë me çrregullim të spektrit të autizmit me këto karakteristika. Sepse ata kanë një formë të ndryshme të plasimit ose të marrjes së informacionit dhe të ndërveprimit me botën. Mirë po, nëse fëmiu është i rritur, dhe nëse fëmiu do të thotë ka një koeficient zhvillimi që është i ulur, atëherë dhe nëse sjellja e tij është jo lehtësisht e menaxhueshme, atëherë duhet të adresohet për të shkolla burimore në mënyrë që të përfitojë nga teknikat të cilat aplikohen për me e asistu këto raste. Mirë, po derisa kemi një formë të moderuar të vështirësisë, patjetër që duhet me qenë brenda këtyre, sepse ne kemi pa që edhe fëmijët edhe qoftë me autizëm ka mësuar mjaftueshëm duke u ekspozuar në modele të përshtatshme të sjelljes. Mirë, po tani autizmi na mbetet një çështje që është në rritje dhe po shohim që dita ditës po ka ndoshta më tepër kërkesa të prindërve dhe shqetësime lidhur me këtë çështje. Nuk e di, kapacitetet tona nuk janë të mjaftueshme në kuptimin që nuk kemi një institucion që merret ENKAS me këtë. Përndryshe në vendet e tjera ekzistojnë institute të cilat merren ENKAS vetëm me fëmijë me këtë diagnozë, me këto nëse përmbushin kriteret, që do të thotë është ky element, është prezant ky koeficient, është prezant kjo sjellje, është kjo. Atëherë hartohet vetëm në mënyrë të veçantë strategjia e nxitjes së këtyre fëmijëve. Nuk janë raste të pashpresa. Sepse shpesh dëgjoj nga ana prindërve që thotë janë rrit fëmijë tash skemi çka më bëj, skemi adresë. Ka adresë, do të thonë adresë ka gjithmonë, po ideja është se sa është edhe prindi i gatshëm për me bashkëpunuar në këtë proces, sepse ne kemi fëmijë të cilët janë me autizëm, të cilët ja dalin relativisht mirë. Po, edhe dim edhe unë edhe në kopsht me fëmijët e mi ka pas fëmijë me autizëm edhe të cilët kanë qenë të menaxhueshëm. Do të thonë vetëm se dallon në këtë rast edhe psikologu ta bëj orientimin e duhur tek prindrit, po ajo çka është shumë e rëndësishme edhe që po mënej që ka ende vend për vendisim është mos me mohu realitetin, sepse mohimi i marrjes së diagnozës me një fëmijë me autizëm nga prindrit dhe familjarët hala është në shkallë të lartë. Në të vërtetë kjo është për shkak të stigmës dhe stigma gjithmonë lidhet pak me vetëdijen e ulët për qenë sinqert. Problemi është se prindërit gjithmonë mendojnë që në momentin e parë se prindi thellë e di. Mirë, po nuk ka dëshirë ta dinë pjesëtarët e komunitetit sepse menjëherë do shihet nga një sy tjetër. Ky sy tjetër nuk është sy paragjykimi gjithmonë. Ky sy tjetër është syri me të cilin na po provojmë i ofrojmë një ndihmë që prindi mund të mos e ketë ditur. Ndoshta ti ofrojmë një zgjidhje që prindi nuk ka pas rast me e pa. Ne si ekip që merremi me vlerësimin e këtyre problemeve, ne jemi në linjën e parë me informatat globalisht të pranuara dhe të sigurisht të testuara. Do të thotë dhe ne jemi ata që mundemi me informu. Prandaj në momentin e parë që prindërit do dëgjojnë këtë gjë prej neve është mirë që ata me fillu me pranu dhe me zbatu në mënyrë që me ndihmu fëmijën, sepse ne kemi pas edhe raste të rritura të cilët me vërtet kanë pas progres shumë mirë. Qëllimi jonë është tek këto raste që ato me fitu autonominë, do të thonë me qenë të pavarur, me shërby vetveten, me gjithë mundësinë për me ndërvepru me ambientin, me qenë i sigurt, do të thonë me njoft normat sociale, çka mundemi dhe çka s'mundemi për jashtë. Nuk kemi nevojë patjetër të gjithë me kry fakultetin ose do të thonë edukimin e avancuar akademik. Mirë, po ideja që nga një individ me këto vështirësi ta bëjmë një individ i cili është funksional për veten e vet.